çdo polici evropiane në lidhje me shpërndarjen e turma. Janë në manuale, procedura standard. Pra janë të përshkallëzuara. Nuk ka pasur sniper, nuk ka pasur pushk me plumba gome, absolutisht janë përdorur vetëm personi që u pra shfaq topa uji, që je qyti Ilir Shtufi doktori. Shqiponja dhe këto. Nuk del, ajo mund të jetë një sharpnet, pra nga shpërtimet e fuqishme, ajo merr me vete prap nga molotov, nga këto që thoni ju, eksplozivët artizanale. Por nuk ka absolutisht, as në lartësi ato, nuk janë raportuar deri më sot që të ketë përdorur qoftë sniper, jo, se s'bëhet fjalë. Sniperi përdoret me pluma gome në atë distancë, pluma gomet janë distanca shumë të afërt, 10, 20, 30 metra, po as pushk me pluma gome, siç kemi parë për shembull në shumë vite përpara në tubimet që ka pasur Partia Socialiste. Nuk e di nëse e kemi momentin e aty janë ndjegur vetëm nga ajo, më fal Sokol, vetëm nga ajo operatorët 24. Janë ndjegur 5 policë. Vetëm në momentin e parë që janë hedhur 8 bomba artizanale në mënyrë të menjëhershme të këmbët e policit, pra jo tek godina, aty janë ndjegur menjëherë 8 policë. 8 policë. 8 policë menjëherë. Pra ju thoni që në këtë moment një shpërtim i tillë, ky është momenti kur është djegur kolegu ynë, rrobat e kolegu ton 24, për fat asgjë nuk ndodhi. Nëse e përsërisim edhe një herë, lutem regjia, po në full screen për të parë momentin pasi zoti Berisha thotë që është hedhur molotovi nga policia, nuk e di nëse e kemi momentin. Jo, s'është molotov. Kjo pjesa, jo, absolut. Pra nuk është në përdorim të policisë, ajo është e protestuesve. Pra kjo është bombë artizanale edhe nga protestuesët, si duket nuk është përllogaritur mirë ku do ta hidhen dhe ka shpërthyer te makina e operatorit. Se në fakt, ajo që e vetme që shohun që policia në të moment ka shtuar ujë, ndoshta në përpjekje për ta... Na ka ndodhur edhe para kësaj proteste, në protestën e kaluar, mos gaboj në 24 janar, kur ishte 25 janar. Që një prej oficerëve të policisë, nga që shpërtheu të këmbët e një protestuesi bomba artizanale, me një shkoj me hidrant dhe e fiku sa i mund digjej aty. Dhe për këtë u përgëzua nga drejtori i përgjithshëm të policisë shtetit. Sepse ishte situatë shumë e rrezikshme. Shikoni, ata policë shpëtojnë, megjithëse me pak vonesë në sekonda, ju digjen ato rrobat që janë çik deri diku rezistente, shpëtojnë sepse kanë një grup të caktuar, të trajnuar të shqiponjave me hidrant. Që shkojnë një herë dhe po. Mos kenë ato policët digjen aty. Pra ka që të mërshme bëhet situata. Me që atët, një gjojmë pak, para se të vazhdojmë diskutimin, atë fjalim të zotit Berisha sot. Ta ndjekim pak. Protesta europiane mbeti vetëm në mendjen e doktorit. Të mërkurën, Berisha u distancua nga dhuna e tij dhe shpalli një tjetër skenar, fiks si më 21 janar. Ky urdhroi snajpert të qellojnë 3 protestues. 4 protestues, të cilët në mënyrë absolute nuk po kryenin asnjë veprim. Goditja me pluma gome në kokë provohet në shumë të raste vdekjeprurës. Ndërsa ndërtonte skenarin, pati edhe një lapsus, ngatroi shënjesrën e parë të snajperave, vetëm personin, jo bindjen. Më fani, Ilir Urdo? Shtufi. Jo, Shtufi. Tufi. Ilir Tufi. Ilir